Selam aleikum. Këtu jemi tek pema e bananës. Si jeni këtu lab, edhe bananja njësoj si orizi bëhet në të gjitha stinët e vitit. Pra diku vilet, diku piqet, diku millet e kështu me radhë. Selam aleikum. Okej. Së bananën këtu. Ne arritëm tek rezultati, pra si që shihni, banani këtu është e vogël, ja sa i gishdore sa i gishdore, është e vogël. Interesante shumë, po ka një shije shumë veçantë. Kjo nuk kalon procedura pjekje siç kalon për shembull banania e Brazilit ose e Meksikës, që e morin të jeshile e pastaj ajo piqet nëpër kutigjon e tjerë derisa të vinë në Shqipëri ka kaluar 6 muaj. Kurse kjo siç vitet ja, e lejnë piqet, kjo nuk është e pjekur mirë. Po kështu është marrë nga dega. Ama ishte shumë shije interesante. Si thotë shoku im, krahasim me bananën e Shqipërisë? Shumë e mirë. Shumë e mirë, shumë interesante si shije. Shumë fare. Pra edhe Është ndryshe. shoku im më i ngushtë ka këtë mendim si puna ime, kështu që na ndiqni në filmimet e radhës. Rezultati, po çudi e madhe ka aromë. Ka aromë, subhanallahu.